Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar edhe pak në fakt jemi në emocione. E ka paralajmëruar vetë Top Channel-i, e ka paralajmëruar produksioni Big Brotherit që Mateo ka kërkuar diçka të madhe sonte për t'i bërë surprizën Brikenës. Jam duke ndjekur momentalisht se çfarë po ndodh. Banorët janë të pozicionuar në verandë sepse brenda në shtëpi normalisht bëhen gati produksioni për të nisur Prime-in dhe Brikena është veshur me një fustan glamur, një fustan që në fakt nuk e kemi parë asnjëherë Brikenën të veshur brenda shtëpisë së Big Brotherit për gjatë gjithë Prime-eve që janë bërë në këtë spektakël. Sonte është pak më e veçantë. Dëshira e të gjithë neve është që t'i thot po Mateo, do të thënë t'ia pranon atë dëshirën e madhe që Mateo ka për të qenë në lidhje me Brikenën. Ajo e shikon pak si ters, ja kthen shpinën, ndoshta nuk dëshiron që të bie në tokë apo nuk e dije se çfarë e pret në fakt në raport me Mateon sonte. Ndoshta mendon që Mateo nuk do t'ia plotson dëshirën, ndoshta mendon që Mateo e neglizhon. Do të thënë janë këto mendimet e femrave që realisht dalin nga koncepti i gjës që po bëhet, ndërsa Mateo e shoh shumë në siklet edhe shumë serioz. Unë dua ta kuptoj, ndoshta Mateo mund t'i ketë kërkuar vëllau të madh që të krijon një ambient ku ai dhe Brikena të kalojnë disa orë bashkë për të ndarë emocione, për ta bindur Brikenën se e do shumë. Ndoshta i ka kërkuar vëllau të madh që t'ju bën një, nuk e di unë, t'ju bën një dhomë veças apo nuk e di se çfarë, do të thënë, mendimet janë gjithandej që po shkojnë për këtë çift. Por gjithsesi e shoh Brikenën që është shumë e tensionuar, do të thënë, është shumë e përqendruar në një vend, vetëm mendon, ndoshta ka ndonjë parandjenje apo ndoshta e ka kuptuar nga produksioni në dhomën e rrëfimeve sepse ndoshta ka folur për Mateon, ka folur për ndjesinë me të, mund të ketë shprehur diçka që mund të ketë ndryshuar në zemër të Brikenës, do të thënë mund të ndodhë çdo gjë në momentin e fundit. A mendoni që sonte Mateo mund t'i propozon një diçka Brikenës?